Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme që do t'ju prek thellë në zemër, dua t'ju bëj një pyetje. A keni ndihmuar ndonjëherë dikë pa pritur asgjë në këmbim? Shkruajeni në komentet më poshtë. Kjo histori e vërtet do t'ju tregoj se si një vepër e vogël mirësie mund të ndryshojë jetën e dy njerëzve përgjithmonë. Mos harroni të lini komentin tuaj dhe të na tregoni çfarë mendoni. Tani, uluni rehat, sepse do dëgjoni diçka që nuk e harroni kurrë. Ardit Krasniqi ishte 23 vjeç kur vendosi të linte Shqipërinë. Jo për aventurë, jo për të provuar botën, por për mbijetesë të thjeshtë. Në Tiranë, puna ishte e rrallë si ujë në shkretëtir, dhe çdo ditë që kalonte pa punë, ishte një ditë më shumë që familja e tij vuante. Nëna e tij, Mirea, ishte pastruesja e një shkolle fillore në periferi. Pagesa e saj mjaftonte vështirë për bukën e përditshme. Babai i tij kishte vdekur 5 vjet më parë. Një sulm në zemër që e kishte kapur papritur një mëngjes dimri, kur po përgatitej të dilte për punë. Që atëherë, Arditi ishte bërë njeriu i shtëpisë. I riu që duhej të mbante familjen në këmbë. Por si ta bënte këtë? Si ta ushqente nënën e tij dhe 2 motrat e vogla Erën dhe Anjën, kur vetë nuk kishte punë? Nata që vendosi të largohej ishte një natë pa hënë. Qelli ishte i mbuluar me re të zeza dhe era e ftohtë e janarit e godiste dritaren e dhomës së tij me një tingull të mjeruar. Mireja ishte ulur në tavolinë të kuzhinës, duke numëruar monedhat e pakta që kishte mbetur nga paga. Fytyra e saj e lodhur, rrudha që po thelloheshin çdo muaj, duart e saj të përhumbura nga puna, gjithçka i thoshte Arditit se kohë nuk kishte më. Mami, kishte thënë ai atë natë duke u ulur përballë saj, duhet të them diçka. Mireja e kishte ngritur kokën. Në sytë e saj kishte një trishtim të vjetër, një trishtim që kishte nisur ditën që burri i saj kishte vdekur dhe nuk kishte pushuar kurrë. Çfarë është, djali im? Dua të shkoj në Itali. Heshtja që kishte rënë midis tyre ishte e rëndë sa ajri. Mireja nuk kishte thënë asgjë për disa sekonda që dukej si përjetësi. Pastaj, me një zë të përmbajtur, kishte pyetur. Kur? Sa më shpejt. Ka një njeri që njoh, Besi. Ai punon atje prej 3 vjetësh. Thot se ka punë, jo zyrtare, por ka punë, në ndërtim. Mund të fitoj sa 3 paga këtu. Mund t'ju dërgoj para çdo muaj. Mireja kishte ulur kokën. Duart e saj po dridheshin. Arditi e dinte se ajo po përpiqej të mos qante. Je i gjithë që kam, kishte thënë ajo atë natë, zëri i saj pothuajse një përshpëritje. Nëse të ndodh diçka atje, nuk do të më ndodh asgjë, premtoi. Por si mund të premtonte një gjë të tillë? Si mund të premtonte siguri kur po shkonte në panjohur? Kur do të jetonte në të zezën, pa dokumente, pa të drejta, si një hije që fshihej nga drita. 2 javë më vonë, Ardit ishte në një autobus të vjetër që e çoi deri në Vlorë. Nga atje, një gomone e vogël, e mbushur me njerëz të dëshpëruar si ai. Deti ishte i egër atë natë. Valët e goditnin gomonin me një forcë që dukej se do ta thërmonte. Ardit kishte mbajtur shumë fort një çantë të vogël me rrobat e tij dhe pak para që kishte grumbulluar me vështirësi. Një grua pranë tij po qante. Një fëmijë po bërtiste. Njeriu që drejtonte gomonin po bërtiste urdhra, por zëri i tij po mbytej nga zhurma e detit dhe erës. Ardit kishte mbyllur syt dhe kishte menduar për nënën e tij, për fytyrën e saj kur ai ishte larguar, për lotët që ajo kishte përpiqur të fshihte, për përqafimin e fundit që i kishin dhënë njëri tjetrit. Ktheu shpejt, kishte thënë Mireja, dhe ktheu i shëndosh. Do të kthehem, kishte thënë Ardit. Dhe kur të kthehem, do të sjell një jetë më të mirë për të gjithë në. Tani në gombone, duke u tundur në errësirë, ai pyeti veten nëse do ta mbante atë premtim. Pas 6 orësh të tmerrshme, gomboni arriti një plazh të vogël në jug të Italisë. Ishte akoma errësirë. Njerëzit dolën duke vrapuar, duke u përpjekur të fshiheshin para se të dilte dielli. Ardit vrapoi bashkë me ta,
këmbët e tij të lagura duke u fundosur në rërën e ftohtë. Ai nuk e dinte se ku po shkonte. Thjesht po vraponte. Pas disa ditësh uftimi të fsheft, autobus, makina të vjetra, këmbë, ardhi të arriti në Milano. Qyteti ishte i madh, i ftohtë, i huaj. Gjithçka dukej shumë e ndryshme nga shtëpia e tij. Ndërtesat e larta, njerëzit që ecnin shpejt pa e parë njëri tjetrin. Gjua që ai nuk e kuptonte. Besi e priti në një stacion treni. Ai ishte një burr në të 30-tat e hershme me fytyrë të vrashtë dhe sy të lodhur. "Mirë se erdhe, vlla," kishte thënë Besi, duke e përqafuar. "Jeta këtu nuk është e lehtë, por është më mirë se të vdesësh uri në Shqipëri." "E di," kishte thënë Ardit. "Ke dokumenta?" "Jo." Besi kishte shkundur kokën, por jo me legënjim. "Me kuptim." Askush nga ne nuk ka, por kjo do të thotë se duhet të jesh i kujdesshëm, shumë i kujdesshëm. Policia nuk fal. Nëse të kap, të dërgon mbrapsht pa dy fjalë. Ardit kishte përkullur kokën. "Çfarë pune ka?" "Ndërtim, punojmë në të zezën, paguajmë më pak se italianët, por mjafton për të jetuar dhe për të dërguar para në shtëpi." "Ke punuar ndonjëherë në ndërtim?" "Jo, por mësoj shpejt." Besi kishte buzëqeshur. Kjo është gjë e dur për t'u thënë. Kështu kishte filluar jeta e re e Arditit. Çdo mëngjes ai ngrihej në ora 5. Bashkë me Besin dhe disa shqiptar të tjerë dilnin në furgon drejt kantierit. Puna ishte e rëndë, mbajtja e hekurave, përzierja e betonit, ngritja e murit. Duart e Arditit filluan të shkallmonin që javën e parë. Shpina e tij dhimbte kaq shumë sa ndonjëherë nuk mund të flinte natën. Por ai nuk ankohej. Çdo ditë që kalonte, ishte një ditë më afër dërgimit të parave në shtëpi. Çdo orë pune ishte një orë më afër realizimit të premtimit që kishte bërë nënës së tij. Ai jetonte në një apartament të vogël me 5 shqiptar të tjerë. 3 dhoma për 6 burra. Ata jetonin thjesht, hajnin pak, flinin pak, punonin shumë. Ëndrat e tyre nuk ishin ëndra të mëdha. Ata thjesht donin të mbronin familjet e tyre, të siguronin bukën për familjet e tyre, të dërgonin para për të mbuluar taksat ose për të blerë ilaçe për prindërit e moshuar. Pas muajit të parë, Ardit arriti të dërgonte 300 euro në shtëpi. Kur nëna e tij e mori parat, ajo qau në telefon. "Djali im," kishte thënë ajo, zëri i saj i thyrë nga emocionet. Faleminderit shumë." "Nuk ka nevojë të falenderosh, mami," kishte thënë Arditi, duke luftuar lotët e tij. "Kjo është përgjegjësia ime, ju jeni familja ime." Ato para kishin shpëtuar familjen e tij ato muaj, kishin paguar qiran që ishte vonuar, kishin bler ilaçe për një prej motrave të tij që kishte qenë e sëmur, kishin sjell bukën në tryez. Dhe kështu kaluan muajt. Ardit punoi pa pushim, ai u bë më i fortë, më një ashpër. Mënyra e tij e ëmbël u zhduk pak e nga pak. Ai u bë më i heshtur, më i mbyllur. Jeta në të zezën të bënte kështu, të bënte të kujdesesh vetëm për mbijetesë, jo për ndjenja. Por një ditë, gjithçka ndryshoi. Ishte një mëngjes vjeshte, qielli ishte gri, era e ftohtë, dhe Ardit po ecte drejt kantierit ku po punonin atë javë. Kantieri ishte në një lagje të qetë në periferi të Milanos, ku shtëpit ishin të vjetra por të bukura, me kopshte të vogla dhe rrugë të ngushta me kaldrëm. Ndërsa po ecte, ai dëgjoi një zë të dobët. "Aiuto, aiuto." Ardit u ndal. Zëri vinte nga një derë e hapur në një shtëpi të vogël gri. Ai hezitoi. Nuk ishte puna e tij. Ai nuk duhej të ndalonte. Nëse dikush e shihte, nëse dikush pyeste, mund të kishte probleme. Por zëri vazhdoi, më i dobët tani, më i dëshpëruar. Ardit pa rreth e rrotull, rruga ishte e zbrazët. Ai mori një frym të thellë dhe hyri në oborrin e shtëpisë. Dera ishte gjysmë hapur. Ardit e shtyu me kujdes dhe hyri brenda. "Kush është atje?" thirrri ai në italishten e tij të thyer. "Ju nevojitet ndihmë?" Nuk kishte përgjigje. Ai vazhdoi përpara, duke kaluar një korridor të ngushtë me mure të mbuluar me fotografi të vjetra. Në fund të korridorit ishte një dhomë denjeje e vogël, dhe atje, në dysheme, gjendej një grua e moshuar.
Ajo ishte rrëzuar, këmba e saj ishte e përkulur në një kënd të çuditshëm dhe fytyra e saj ishte e zbehtë nga dhimbja. "Sinjora," Ardit vrapoi pranë saj dhe u gjunjëzua. "Jeni mirë? Çfarë ndodhi?" Gruaja e hapi syt me vështirësi. Ajo ishte shumë e vjetër, rreth 80 vjeç, me flokë të bardhë dhe duar të dridhura. Veshja e saj e thjeshtë, një fustan i zi dhe një shall i holl, tregonte se ajo jetonte thjesht. "Kam rënë," tha ajo me një zë të dobët. "Nuk mund të ngrihem. Këmba ime është..." Ardit pa se këmba e saj ishte e dëmtuar rënd, ndoshta e thyer. "Mos lëvizni," tha ai, "do të thirr ambulancën." "Jo," gruaja e kapi nga dora. Fuqia e saj ishte e habitshme për moshën e saj. "Jo doktor, jo spital, ju lutem." "Por ju duhet ndihmë, këmba juaj është e dëmtuar." "E di," tha ajo, "por nuk kam para për spital dhe jam e vetme, nuk kam askënd." Ardit e pa në sy. Aty kishte një dhimbje që shkonte përtej dhimbjes fizike. Ishte vetmia e thellë e një gruaje që kishte humbur gjithçka dhe që tani po vuante vetëm. "Diçka brenda ti u thye." "Unë do t'ju ndihmoj," tha ai. "Ana," tha gruaja, duke marrë frymë me vështirësi. "Ana Lombardi." "Unë jam Ardit." "Ardit," përsëriti ajo. "Nuk je italian." "Jo, jam shqiptar." Ana buzëqeshi pak, edhe pse dhimbja e saj ishte e dukshme. "Faleminderit, Ardit. Faleminderit që nuk më le." "Nuk mund t'ju lija," tha ai. "Do të kthehemi më vonë për të parë si jeni. Tani duhet të shkoj në punë, por do të sjell ushqim kur të kthehem." "Nuk duhet," tha Ana. "Ke bëm mjaftueshëm." Por Ardit e dinte se ajo kishte nevojë për më shumë se një fasho. Ajo kishte nevojë për ndihmë të vërtetë. Atë mbrëmje, pasi puna mbaroi, Ardit ktheu në shtëpinë e Anës. Ai solli bukë, djathë, fruta dhe ujë. Kur hyri, e gjeti atë ende në divan, fytyrën e saj të zbetë dhe të lodhur. "Gjeni ngrënë sot?" pyeti ai. Ana shkundur kokën. "Nuk kam pasur forcë për të lëvizur." Ardit ndjeu një dhimbje në gjoks. Si mund të jetonte kjo grua kështu, kaq e vetmuar, kaq e braktisur? Ai e ndihmoi atë të hante, duke ja prerë bukën në copa të vogla dhe duke ia dhënë ujë. Ana hëngri ngadalë, me vështirësi, por pak e nga pak, ngjyra filloi t'i kthehej në fytyrë. "Pse jeton vetëm?" pyeti Ardit, duke ulur në një karrige pranë saj. Ana u hesht për një moment, pastaj filloi të fliste. "Kishte një kohë," tha ajo, "kur kjo shtëpi ishte plot me jetë. Burri im, Giulio, dhe djali ynë, Marco. Ishim të lumtur. Jo të pasur, por të lumtur." Zëri i saj u thye pak. "Giulio vdiq para 15 vjetëve, një sëmundje e keqe. Marco u shpërngul në Amerikë. Ai ka familjen e tij tani, nuk ka kohë për të vjetrën e tij nën." Ardit ndjeu një ngjashmëri të dhimbshme midis historisë së saj dhe asaj të nënës së tij. Të dy ishin gra që kishin humbur shumë dhe që tani jetonin në skaj të mbjetesës. "Ju nuk jeni e vjetër," tha Ardit. "Ju jeni e fortë dhe nuk jeni e vetme më. Unë do të vi çdo ditë për t'ju ndihmuar." Ana e pa me sy plot lot. "Pse do të bëje këtë për mua? Nuk më njeh." "Sepse," tha Arditi, "nëna ime jetoi vetëm pasi babai im vdik. E di se sa e vështirë është. Dhe nëse dikush e ndihmon atë kur unë nuk jam atje, do të jem përgjithmonë mirënjohës." Që atë ditë, jeta e Arditit ndryshoi. Çdo mëngjes, para se të shkonte në punë, ai ndalonte në shtëpinë e Anës për të siguruar se ajo ishte mirë. Çdo mbrëmje, pasi mbaronte puna, ai kthehej për të sjellë ushqim dhe për të folur me të. Javët kaluan dhe këmba e Anës filloi të shërohej ngadalë, por lidhja midis tyre u bë më e fortë. Ana filloi ta shikonte Arditin si djalin që nuk e kishte më, dhe Ardit filloi ta shikonte Anën si nënën e dytë që nuk e dinte se kishte nevojë. Një mbrëmje, ndërsa po hanin darkë bashk, një pjatë e thjesht me makarona që Ardit kishte gatuare, Ana tha diçka që e bëri atë të ndalonte. "Ardit, ti e pa dokumente këtu apo jo?" Arditi përuli kokën. "Po." Ana uli pirunin e saj. "E dija, të shoh çdo ditë kur vjen.
Sytë e tu shikojnë rreth e rrotull si të kesh frikë se dikush do të kap. Është e vërtet, tha Arditi. Jetoj në frikë çdo ditë, por nuk kam zgjidhje tjetër. Familja ime ka nevojë për mua. Ana qëndroi e heshtur për një moment të gjatë. Pastaj, ajo tha: "Dua të të ndihmoj." "Ju po më ndihmoni duke më lejuar të vi këtu." "Jo," tha Ana. "Dua të të ndihmoj vërtet. Dua të të jap dokumente. Dua t'ju jap të drejtën për të jetuar këtu ligjërisht." Arditi e pa me sy të hapur. "Si? Kjo është e pamundur." Ana mori një frym të thellë. "Ka një mënyrë, por është e komplikuar dhe ka nevojë për një sakrificë." Arditi nuk flinte dot atë natë. Fjalët e Anës si përsëriteshin në mendje si një melodi që nuk ndalonte. Ka një mënyrë, por është e komplikuar. Çfarë do të thotë kjo? Si mund të ndihmonte Ana një grua e varfër e moshuar? Sistemi italian ishte kaq i ashpër për emigrantët pa dokumente. Ditën tjetër, pasi mbaroi punën, Arditi shkoi përsëri në shtëpinë e Anës. Ajo e priti ulur në divanin e njëjtë, por kësaj radhe ajo kishte një shprehje më serioze në fytyrë. "Ulu," tha Ana. "Duhet të flasim." Ardit u ul. Zemra e tij duke rrahur shpejt. "Çfarë doje të thoje, mrëm?" Ana mori një dosje të vjetër nga tavolina pranë saj dhe ja dorëzoi Arditit. "Kam lexuar për këtë, kam folur me një avokat jamën e kaluar. Ka vetëm një mënyrë ligjore për t'ju dhënë dokumente pa pasur punë zyrtare ose sponsorizim nga kompani." "Cilën?" pyeti Ardit, duke hapur dosjen. Ana e pa drejt në sy. "Martesë." Ardit ngriti kokën papritur. "Çfarë?" "Nëse martohet me një shtetas italian, një emigrant mund të marrë leje qëndrimi. Është e vetmja mënyrë ligjore në situatën tënde." Ardit shkundu kokën. "Por kjo do të thotë, ti po thua se duhet gjej dikë që pranon të martohet me mua vetëm për dokumente? Kjo është e paligjshme? Dhe është e pamundur, kush do ta bënte këtë?" Ana heshti për një moment. Pastaj, me një zë të qetë, tha: "Unë." Heshtje që ra ishte kaq e rëndë, sa që Ardit dëgjonte zemrën e tij duke rrahur në veshët e tij. "Ti?" pyeti ai, zëri i tij pothuajse një përshpëritje. "Po," tha Ana. "Unë do të martohem me ty. Jo si grua dhe burr, por si nën dhe bir. Do të jetë një martesë në letër, jo më dhemër, por do të jesh i sigurt. Do të kesh dokumente, do të kesh jetë." Ardit nuk mund të besonte atë që po dëgjonte. "Por pse do ta bësh këtë? Mund të kesh probleme, mund të gjobisni ose më keq." "Unë jam 80 vjeçe," tha Ana. "Cila është gjëja më e keqe që mund të më ndodh? Të më dërgoj në burg? Ndoshta atje do të kem më shumë shoqëri se sa këtu." Ajo buzëqeshi, por Ardit pas ajo e thonte seriozisht. "Ana, nuk mund ta bëj këtë me ty, nuk është e drejtë." "Çfarë nuk është e drejtë?" tha Ana, zëri i saj duke u bërë më i fortë, "është që një djalë i mirë si ti duhet të jetojë në frikë çdo ditë sepse nuk ka një copë letre. Çfarë nuk është e drejtë është që ti punon si skllav dhe nuk e të drejta. Çfarë nuk është e drejtë është që familja jote vuan." Lotët filluan të rrjedhin në fytyrën e Anës. "Ti më shpëtove jetën, Ardit. Kur isha aty në dysheme, e vetme dhe në dhimbje, ti më gjete. Ti nuk u largove, ti më ndihmue. Dhe tani, çdo ditë, ti vjen këtu dhe më trajton si të jem dikush që vlen. Kjo është më shumë se sa djali im ka bërë për mua në 5 vjet." "Ana, lërmë të ta kthej," tha ajo. "Lërmë të bëj diçka të mirë para se të vdes. Lërmë të ndihmoj dikë që e meriton." Ardit nuk mund të fliste. Fyti i tij ishte i mbyllur nga emocionet. Ai nuk kishte pritur kurrë këtë. Kurrë. "Nuk e di," thaj më në fund. "Është shumë, duhet të mendoj." "Vendosa të duash," tha Ana, "por di se unë kam vendosur tashmë." Ardit shkoi në shtëpia të mbrëmje me mendje plot pyetje. Ai uli në katin e vogël që ndante me 10 shqiptar të tjerë dhe mlodhi kokën e tij në duar. Besi, që po lexonte një gazetë të vjetër, e vuri re. "Çfarë ka vëlla?" pyeti ai. "Duket sikur ke parë fantazm." Arditi rrëfeu gjithçka, për Anën, për propozimin e saj, për martesën që nuk do të ishte martesë e vërtet, për një mënyrë për të fituar liri. Besi e dëgjoi në heshtje. Kur Ardit mbaroi,
A I tha, dhe pyetja jote është? A duhet ta bëj? Besi shtrëngoi duart. Ardit, dëgjo. Jeta këtu pa dokumenta është një jetë e vdekur. Ti punon 12 orë në ditë, fiton pak dhe çdo minutë ke frikë se do të kap policia. Nëse kjo grua të ofron një mundësi për të dalë nga ky fer, pse po heziton? Sepse nuk është e drejtë ndaj saj, tha Ardit. Ajo po rrezikon veten. Ajo e di atë, tha Besi. Dhe ajo prap do ta bëj. Kjo do të thotë se ajo e dashuron vërtet. Mos e refuzoj një dhuratë kaq të madhe. Ardit nuk foli dot. Ai mendoi për nënën e tij, për motrat e tij, për gjithë ato net që ai kishte fjetur në këtë dhomë të vogël duke ndëruar për një jetë më të mirë. Dhe tani, ajo jetë po i ofrohej nga një grua që pothuajse nuk e njihte, por që i kishte trajtuar me më shumë dashuri se sa shumë njerëz që e njihte prej vitash. 2 ditë më vonë, Ardit shkoi përsëri në shtëpinë e Anës. Kësaj radhe, ai kishte marrë një vendim. Jam gati, tha ai. Nëse ti ende do, unë pranoj. Fytyra e Anës ndriçoi si dhuratë. Vërtet? Po, por me një kusht. Çfarë kushti? Nuk do të jetë vetëm në letër, tha Ardit. Unë do të kujdesem për ty si për nënën time. Do të jem djali yt në çdo kuptim të fjalës, përveç gjakut. Do të respektoj, do të mbroj dhe do të jem pranë teje sa të jetosh. Ana filloi të qante. Ajo nuk tha asgjë, por e përqafoi Arditin keq fort sa që ai ndjeu se sa shumë kjo do të thoshte për të. Faleminderit, përshpëriti ajo. Faleminderit biri im. Dhe në atë moment, Ardit e kuptoi se kjo nuk ishte vetëm një transakcion. Kjo ishte fillimi I një lidhjeje që do ta ndryshonte jetën e tyre të dyve përgjithmonë. Javët e ardhshme ishin plot tension dhe pasiguri. Ana kontaktoi avokatin që I kishte folur më parë, një grua e mesme, me pamje strikte por me zemër të mirë që quhej Avokatesa Benedetti. Kur u takua në zyrën e saj, avokatja I shikoi të dy me një shprehje skeptike. Të qartë të them, tha ajo, duke u ulur pas tavolinës së saj të madhe prej druri. Autoritetet italiane janë shumë të vëmendshëm ndaj martesave të rreme. Nëse dyshojnë se kjo është vetëm për dokumente, mund t'ju refuzojnë dhe mund të keni pasoja ligjore. E kuptojmë, tha Ana me zë të qëndrueshëm. Por kjo nuk është martesë e rreme. Ardit është si djali im. Unë nuk po e bëj këtë për para. Po e bëj sepse dua. Avokatesa Benedetti I studiou për një moment. Do t'ju bëjnë pyetje, do të vinë në shtëpi për të parë se si jetoni, do të kontrollojnë çdo detaj. A jeni të përgatitur për këtë? Ardit dhe Ana shkëmbyen një shikim. Pastaj, bashkërisht thanë, po. Mirë, tha avokatja, duke hapur një dosje. Atëherë të fillojmë. Procesi ishte I gjatë dhe I lotshëm. Duhet të plotësonin forma pas formash. Duhet siguroheshin dokumente, certifikata lindjes së Arditit nga Shqipëria, certifikata martesës së vdekur të Anës, prova se Ana kishte shtëpi dhe të ardhura, pensionin e saj të vogël. Çdo ditë Ardit shkonte në punë me një ndjenjë të re shprese, por edhe me frikë. Çfarë po ndodh nëse diçka shkonte keq? Çfarë po ndodh nëse autoritetet dyshonin? Çfarë po ndodh nëse Ana përfundonte në probleme për shkakun e tij? Por gjatë gjithë kohës, lidhja e tij me Anën u thellua. Ai filloi të kalonte më shumë kohë në shtëpinë e saj. Ndonjëherë, pas punës, ata thjesht uleshin dhe flisnin për jetën, për familjen, për ëndrat e humbura dhe shpresat që ende jetonin. Ana I tregoi për ditët kur ishte re, kur Milan ishte ndryshe, kur jeta ishte më e thjeshtë, por ndoshta më e vërtet. Ajo I tregoi për ditën kur u martua me Giulion, një ceremoni e vogël në një kishë të vjetër, me vetëm disa miq të ngushtë. Ai ishte njeriu më I mirë që kam njohur, tha ajo, sytë e saj të largët në kujtime. Punonte në fabrik, por çdo mbrëmje kthehej në shtëpi dhe më pyeste se si kalova vitën. Gjëra të vogla, por ato janë gjërat që mungojnë më shumë. Arditi rrëfeu për babin e tij. Edhe ai ishte I thjeshtë. Punonte si mësues në një shkollë të vogël. Nuk ishim shumë, por ai na siguronte se ishim të lumtur. Kur vdiq, bota ime u rrëzua. E dija të ndjenj, tha Ana, duke shtrënguar dorën e Arditit. Por jeta vazhdon. Dhe ndonjëherë njerëz të rinj vinë në jetën tonë për të na kujtuar se ende ka arsye për të vazhduar. Një mbrëmje,
Ndërsa po gatuanin darkë bashk, Ardit kishte mësuar disa receta italiane nga Ana, dera u trokit. Arditi u ngrall. Zemra e tij filloi të rrash shpejt. Kush është? Unë nuk pres askënd, tha Ana, duke u afruar nga dera. Kur a hapi, aty ishte një burr i ri me një kostum formal. Ai mbante një dosje. Buonasera. Jam nga zyra e emigracionit. Kam disa pyetje për signora Lombardi dhe signor Krasniqi. Kjo ishte ajo që kishin frikë. Kontrolli i papritur. Ardit dhe Ana shkëmbyen një shikim të shpejt. Pastaj Ana, me qetësinë e saj të natyrshme, buzëqeshi. Sigurisht, ju ludhem hyni. Burri hyri dhe ul në divan. Ai nxori një sër pyetjesh. Kur i kishin takuar njëri tjetrin? Kush e kishte propozuar martesën? Ku jetonin? Si organizoheshin financat e tyre? Ardit u përgjigj me vërtetësi. E takova signora Ana kur ajo kishte rënë dhe kishte nevojë për ndihmë. E ndihmova dhe me kalimin e kohës ajo u bë si nëna ime e dytë. Ana vazhdoi. Djali im jetonte në Amerikë dhe nuk më viziton më. Arditi më bëri të ndihem përsëri e dobishme, si të kisha një familje përsëri. Kur mësova se ai jetonte pa dokumenta, vendosa se doja ta ndihmoja. Burri i shënoi përgjigjet e tyre, fytyra e tij pa shprehi. Dhe ku jeton signor Krasniqi? Aktualisht jeton në një apartament me miq, tha Arditi, por pas martesës do të jetoj këtu me Anën. Burri e shikoi Arditin. Pse nuk jeton tash me këtu? Ardit ndjeu një val paniku, por Ana ju përgjigj para tij. Sepse nuk është e përshtatshme që ai të jetojë këtu para se të jemi martuar zyrtarisht. Unë jam grua e vjetër dhe dua të respektoj traditën. Burri e shënoi këtë. Pastaj u ngrit. Do të kthehem për një kontroll tjetër. Sigurohuni që të jeni të përgatitur. Pasi ai u lërgua, Ardit u rrëzhua në karrige. Mendoj se dyshon. Ndoshta, tha Ana, por ne tham të vërtetën, dhe e vërteta është se ne jemi famulje, edhe pa gjak. Javat që pasuan ishin plot ankth. Çdo herë që dera troktiste, Ardit mendonte se ishte policia. Çdo herë që telefoni Anës binte, ai mendonte se ishte një lajm i keq. Por gjithashtu, diçka e bukur po ndodhte. Ardit kishte filluar vërtet të ndjehej në shtëpi në banesën e Anës. Ai kishte filluar të riparonte gjëra, një derë që nuk mbyllej mirë, një dritare që rrjedh, një zor që ishte thyer. Ana e shikonte atë me një ngroftësi që e bënte atë të ndjehej i dashur për herë të parë në shumë kohë. Një ditë, ndërsa Ardit po riparonte tavanin në kuzhinë, Ana i tha: "E di që ky proces është i vështirë për ty, por dua të dish diçka. Pavarësisht se çfarë ndodh, ti tashmë ke një shtëpi këtu, me mua, për gjithmonë." Ardit zbriti nga shkalla dhe e përqafoi Anën. "Faleminderit," tha ai, zëri i tij i thyer. "Faleminderit për gjithçka." Më në fund, pas muajsh pritjeje dhe tensioni, erdhi dita e martesës. Ishte një ceremoni e vogël në bashkinë lokale. Vetëm ata të dy, avokatja e tyre dhe dy dëshmitar që avokatja kishte organizuar. Kur zyrtari pyeti: "A pranon Ana Lombardi Ardit Krasniqi si bashkëshortën tënd?" Ana tha me zë të qartë: "Po, e pranoj." Dhe kur e pyeti Arditin, ai tha: "Po, e pranoj." Nuk kishte puthje, nuk kishte fest, por kur dolën nga bashkia, Ardit mbante dorën e Anës dhe ndjente se diçka e madhe kishte ndodhur. Ai nuk ishte më i pa identifikuar, ai nuk ishte më i padukshëm. Ai kishte një familje, ai kishte një emër. Dokumentet erdhën 2 javë pas martesës. Kur postieri i dorëzoi zarfin, Arditja hapi me duar të dridhura. Brenda ishte një kartë qëndrimi ligjshme në Itali. Ai e pa atë për një kohë të gjatë, duke mos besuar se ishte e vërtet. Emri i tij, fotografia e tij, e gjithë e ligjshme. "E more?" thili Ana nga dhoma tjetër. "Po," Ardit vrapoi te ajo, kartën në dorë. "E mora Ana, e mora." Ana filloi të qante. Ajo e përqafoi atë fort, trupi i saj i vogël duke dridhur nga emocionet. "Tani je i sigurt," tha ajo. "Tani nuk duhet të kesh më frikë." Por ndërsa jeta po bëj më e lehtë në një aspekt, ajo po bëj më e komplikuar në një tjetër.
Ardit vendosi ta linte punën në ndërtim. Me dokumentet e reja, ai mund të kërkonte punë ligjore. Gjeti një punë si punëtor në një fabrik makinash, ku paguanin më mirë dhe kushtet ishin më të sigurta. Por kjo do të thoshte se ai nuk punonte më me Besin dhe shqiptarët e tjerë. Disa prej tyre filluan ta shikonin ndryshe. Tani që ke dokumente, je bërë si ta, I tha një ditë një prej tyre flamuri, me një ton akuzues. Jo, tha Ardit, jam akoma i njëjti person. Por nuk punon më me ne, nuk jeton më me ne, ke harruar nga ke ardhur. Fjalët dhemnin. Ardit e dinte se kishte një distancë që po krijohej, por nuk ishte zgjedhja e tij. Ai thjesht po përpiqej të ndërtonte një jetë më të mirë. Edhe marrëdhënia me nënën e tij po bëi më e komplikuar. Kur ai rrëfoi për martesën, Mireja fillimisht që e habitur. U martove? Me kë? Me një grua italiane, kishte thënë Ardit, por nuk është si mendon. Ajo është e moshuar, ajo më ndihmoi për dokumente. Ishte heshtje e gjatë në anën tjetër të telefonit. E di që duhet të bëja atë që është më mirë për ty, tha më fund Mireja, por kjo tingëllon e çuditshme. E di, tha Ardit, por Ana është një grua e mrekullueshme, ajo më ka trajtuar si djalin e saj, nuk ka asgjë të keqe në këtë. Shpresoj që ke të drejtë, tha Mireja, por Ardit ndjeu se ajo kishte dyshime. Ndërkohë, jeta me Anën po bëi gjithnjë e më e natyrshme. Ardit kishte lëvizur plotësisht në shtëpinë e Anës. Ai kishte dhomën e vjetër të djalit të Anës, një dhomë të vogël por të rehatshme, me mure të mbuluara me fotografi të vjetra. Çdo mëngjes, ata merrnin mëngjesin bashk. Ana e kishte mësuar Arditin si të bënte kafe italiane të vërtet, dhe ai e kishte mësuar atë disa fjalë shqip. Mirëmëngjes, thoshte Ana çdo mëngjes në shqip. Shqiptimi I saj komik por I ëmbël. Buongiorno, përgjigje Ardit në italisht, tashmë fluent pas gjithë atyre muajve. Por nuk ishte gjithçka e lehtë. Ana po plakej. Shëndeti I saj po dobësohej. Disa herë ajo haronte gjëra. Disa ditë ajo nuk kishte forcë për të dalë nga shtrati. Arditi kujdesej për të me një durim dhe dashuri që e habiste edhe veten. Ai e ndihmonte të veshej, ta merrte barna, ta gatonte ushqimin e saj të preferuar. Kur ajo kishte ditë të vështira, ai ulej pranë saj dhe I lexonte libra ose I tregonte histori nga Shqipëria. Ti je djalë më I mirë se sa çdo nën mund të shpresonte, I tha një ditë Ana, sytë e saj plot me lot të mirënjohjes. Dhe ti je nëna që nuk e dija se kisha nevojë, u përgjigj Arditi. Por sfida më e madhe erdhi një ditë kur djali I vërtet I Anës, Marko, u shfaq papritur. Ishte një mëngjes vjeshte. Arditi ishte në punë kur Ana e telefonoi, zëri I saj I tronditur. Ardit, duhet të vish në shtëpi. Marko është këtu. Arditi ndjeu një turtim në stomakun e tij. Ai e dinte se kjo ditë do të vinte, por nuk ishte I përgatitur për të. Kur arriti në shtëpi, gjeti një burr në të 40-tat, me kostum të shtrenjtë dhe një shprehje të ftohtë në fytyrë. Kjo ishte Marko, djali që kishte braktisur nënën e tij për një jetë në Amerikë dhe që tani, pa pritur, kishte vendosur të rikthehej. Kush je ti? Pyeti Marko kur pa Arditin. Jam Arditi, bashkëshorti në nënës suaj. Marko qeshi. Një të qeshur të hidhur të pabes. Bashkëshorti? Mam, çfarë ke bërë? Ana që ishte ulur në divan, duke I lodhur dhe tensionuar. Marko, Arditi është një djalë I mirë, ai më ka ndihmuar kur askush tjetër nuk ishte këtu. Kur askush nuk ishte këtu, Marko e ngriti zërin. Unë jetoj në Amerikë, kam familje, kam përgjegjësi. Dhe ke një nën këtu që vuajti vetëm për 5 vjet. Një nën që ra dhe dëmtua dhe nuk ishte asnjë që ta ndihmonte. Marko e ktheu vëmendjen te Arditi. Dhe ti, një emigrant I rastit, vendose ta shfrytëzosh atë? Unë nuk e shfrytëzova. Unë e ndihmova dhe ajo më ndihmoi. Ne jemi familje. Familje? Marko bërtiti. Ti je një mashtrues që donte dokumente dhe gjete një grua të vjetër naive. Marko, Ana u ngrit nga divani. Zëri I saj më I fortë se sa Arditi e kishte dëgjuar ndonjëherë. Mjaft. Mos I guxo të flasësh kështu për Arditin. Ali ka bërë më shumë për mua në një vit se sa ti ke bërë në 5.
Marko mbeti pa fjalë. Mami? Jo, tha Ana. Dëgjom, kur kam pasur nevojë për ty, ti nuk ishe. Kur kam qenë e sëmur, ti nuk ishe. Kur kam qenë e vetmuar, ti nuk ishe. Por Arditi ishte. Çdo ditë, çdo mbrëmje. Ai është djali im tani, edhe nëse ti nuk e pranon. Fytyra e Markos u skuq. Ai dukej se donte të thoshte diçka, por fjalët nuk dolën. Më në fund, ai mblodhi çantën e tij dhe u drejtua nga dera. Unë nuk mund ta besoj këtë, tha ai. Po kthehem në Amerikë, dhe kur ti vdesësh, mam, mos prit që unë të vi në funeral. Dera u mbyll me forcë. Ana u rrëzua në divan, nuk e qarë. Arditi shkoi pranë saj dhe e përqafoi. Më vjen keq, tha ajo midis lodhëve. Më vjen keq që duhet të dëgjosh këtë gjëra. Nuk ka gjë, tha Arditi. Ai nuk më njeh. Ai nuk e kupton, por ne e dim të vërtetën. E vërteta, përsëriti Ana, është se ti je djali më i mirë që mund të kisha. Muajt që pasuan ishin një përzierje lumturisë dhe trishtimit. Arditi vazhdoi punën e tij në fabrikë dhe filloi të kursente para. Ai dërgonte ende para në Shqipëri çdo muaj, por tani kishte më shumë për të dërguar. Nëna e tij, Mireja, filloi të pranonte se martesa e tij me Anën nuk ishte diçka e keqe. Ajo tingëllon si një grua e mirë, kishte thënë Mireja në një bisedë telefonike. Kujdesu për të, dhe dita që të vi, silla atë këtu. Dua ta takoj. Kjo i kishte ngrohur zemrën Arditit. Të dy gratë më të rëndësishme në jetën e tij filluan të njiheshin edhe nga distanca. Por Ana po dobësohej. Shëndeti i saj po bëhej më i brisht çdo ditë. Doktori kishte diagnostikuar një sëmundje të zemrës që nuk mund të kurohej, vetëm të menaxhohej me barna. Sa ko kam? Kishte pyetur Ana doktorin, zëri i saj i qetë. Doktori kishte shikuar në dosjen e saj. Varet, me kujdes të mirë ndoshta 1 ose 2 vjet, por cilësia e jetës do të jetë më e rëndësishme se sa koha. Kjo fjalë kishte shkatërruar Arditin. Vetëm 1 ose 2 vjet. Si mund të ishte kjo e mundur? Ai sapo e kishte gjetur Anën dhe tani po e humbiste. Por Ana e kishte marrë lajmin me një kursor që habiste. Të gjithë vdesim një ditë, kishte thënë ajo. E rëndësishme është si e kalojmë kohën që kemi. Dhe kështu, Ardit vendosi ta bënte çdo ditë të ndetur me Anën sa më të bukur të mundej. Ai mori pushim nga puna për të kaluar më shumë kohë me të. Ata filluan të bënin gjëra që Ana kishte dashur të bënte, por nuk kishte pasur kohë ose shoqëri. Vizita në parqe, shëtitje në qytetin e vjetër, darka në restorantet e vogla që Ana e kujtonte nga rinia. Një ditë, ndërsa po shëtisnin në një park të bukur me pemë të mëdha dhe lule ngjyrvjeshte, Ana ndaloi dhe e shikoi Arditin. E di që sapo të vdes, ti do të jesh i lirë, tha ajo. Do të kesh dokumentet, do të kesh mundësi, do të mund të bësh çfarë të duash me jetën tënde. Ana mos fol kështu, tha Ardit, duke ndjerë një dhimbje në gjoks. Jo, dëgjoj më, tha Ana. Dua të dish se çdo gjë që kam, shtëpia, kursimet e mia të vogla, gjithçka do të jetë e jotja. Kam shkruar një testament. Avokatja e ka, por ajo është pjesa e vogël. Pjesa e madhe është se dua që ti të jesh i lumtur. Dua që të gjesh dikë që të dashuron, të krijosh familjen tënde, të jetosh jetën që meriton. Lotët filluan të rrjedhin në fytyrën e Arditit. Ti je familja ime. E di, tha Ana, duke buzëqeshur, dhe gjithmonë do të jem. Por jeta jote sapo ka filluar, mos e harro këtë. Ato muaj ishin më të bukurit dhe më të vështirët në jetën e Arditit. Çdo moment me Anën ishte i çmuar, por çdo moment e afronte edhe me lamtumirën që nuk donte të vinte. Një mbrëmje dimri, ndërsa Bora binte jashtë dhe ata ishin ulur pranë zjarrit, Ana tha: "Dua të të tregoj diçka që nuk ja kam thënë askujt." "Çfarë është?" pyeti Ardit. "Kur Giulio vdiq, kam menduar të vdes edhe unë. Kam qenë kaq e vetmuar, kaq e humbur. Çdo ditë ishte një mundim. Por diçka më bëri të vazhdoj. E një shpresë e vogël se ndoshta një ditë jeta do të kishte kuptim përsëri." Ajo e pa Arditin me sy plot dashuri. Dhe pastaj ti erdhe dhe jeta pati kuptim përsëri.
Ti madhe atë që mendoja se e kisha humbur për gjithmonë, një qëllim. Ardit nuk mund të fliste. Ai thjesht e përqafoi Anën dhe ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke dëgjuar zjarin që kërcente dhe borën që binte jashtë. Por fatkeqësisht, përkeqësimi erdhi më shpejt se sa prisnin. Një mëngjes, Ardit e gjeti Anën të shtrirë në krevat të pavetdijshme. Ai thirrri ambulancën menjëherë. Në spital, doktorët e stabilizuan, por lajmi ishte i keq. Zemra e saj po dështonte. Ajo kishte nevojë për përkujdesje konstante. Mund ta çojmë në shtëpi, tha doktori, por dikush duhet të jetë me të gjithë kohën. Do të jem unë, tha Ardit pa hezitim. Unë do të kujdesem për të. Dhe kështu bëri. Ai mori pushim nga puna. Ai vendosi një krevat pranë krevatit të Anës, në mënyrë që të mund të dëgjonte nëse ajo kishte nevojë për diçka gjatë natës. Ai ja jepte barnat e saj, e ushqente kur ajo nuk kishte forcë të hante vetë, e lante kur ajo nuk mund të lëvizte. Ishte e vështirë, fizikisht dhe emocionalisht. Ka pasur net kur Arditi qante, duke u pyetur pse jeta ishte kaq e padrejtë. Pse kjo grua e mrekullueshme duhej që vuante kështu? Por ai nuk e braktisi kurrë, asnjë sekond. Ana, edhe në atë gjendje, përpiqej të buzëqeshte. Më vjen keq që je duke u kujdesur për një grua të vjetër dhe të sëmur, thoshte ajo ndonjëherë. Mos thuaj gjëra të tilla, u përgjigj Arditi. Është privilegji im të jem këtu me ty. Dhe thoshte sinqerisht. Ditët po bëheshin më të shkurtra, dhe Arditi e dinte se koha po mbaronte. Ana po zhbëhej, jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Disa ditë ajo e njihte atë, disa ditë jo. Disa ditë ajo fliste qartë, disa ditë fjalët e saj ishin të përziera. Një pasdite pranvere, kur dielli po hynte nga dritarja dhe po ndriçonte dhomën me një dritë të butë ari, Ana e thirri Arditin pranë saj. Ardit, tha ajo. Zëri i saj i dobët por i qartë. Jam këtu, mami, tha Arditi, duke i marrë dorën. Dua të them diçka, tha Ana, duke buzëqeshur. Je ti marr bukur që kam pas? Ka qenë viti i kaluar me ty. Të gjithë vitet e mia të tjerë, martesa ime, djali im, gjithçka, nuk mund të krahasohen me dashurinë që ti më ke dhënë. Ana, lërem të mbaroj, tha ajo duke buzëqeshur. Kam qenë kaq me fat që të takoj. Kaq me fat që të kem si bir. Kaq me fat t'i jap jetës sime një fund të bukur. Lotët po rridhnin në fytyrën e Arditit, por ai nuk u përpoq t'i fshijë. Unë jam ai me fat. Ti më dhe një familje kur nuk ishte asnjë. Ti më dhe shpresë kur nuk ishte asnjë. Ti më dhe dashuri pa kushte. Ana e shtrëngoi dorën e tij, edhe pse fuqia e saj ishte pothuajse zhdukur. Premto më diçka. Çfarë? Premtom se do t'jesh i lumtur. Premtom se do të gjesh dikë që të dashuron dhe do të krijosh familjen tënde. Premtom se nuk do të jetosh në hije më, por në dritë. E premtoj, tha Arditi, zëri i thyer. E premtoj, mami. Ana buzëqeshi, një buzëqeshje e bukur, paqësore. Atëherë jam gati. Ato ishin fjalët e fundit që ajo tha me vetdije të plotë. Pas disa orësh, ajo ra në një gjumë të thellë, nga i cili nuk u zgjua. Arditi qëndroi pranë saj, duke i mbajtur dorën, duke dëgjuar frymarrjen e saj të ngadaltë. Dhe në agim të ditës së pasardhme, kur dielli po ngrihej dhe po ndriçonte dhomën me një dritë të re, Ana mori frymën e saj të fundit. Arditi nuk bërtiti, nuk thirri. Ai thjesht qëndroi atje, duke mbajtur dorën e saj, duke qarë hesht. Faleminderit, përshpëriti ai. Faleminderit për gjithçka. Funerali ishte i vogël, siç e kishte kërkuar Ana. Vetëm Arditi, avokatesa Benedetti dhe disa fqinj që e kishin njohur Anën. Nuk erdhi Marko, siç e kishte premtuar. Ndërsa prifti po fliste, Arditi nuk dëgjonte fjalët. Ai po mendonte për gjithë momentet që kishin ndarë. Mëngjezin e parë së bashku, shëtitjet në park, bisedimet vonë në natë, buzëqeshjen e saj kur ai bënte diçka të qeshur. Kur erdhi koha që të fliste, Arditi doli përpara arkivolit. Ana Lombardi. Ishte më shumë se bashkëshortja ime në letër,
filloi ai, zëri i tij qëndrueshëm, edhe pse zemra e tij po thyhej. Ajo ishte nëna ime, jo nga gjaku, por nga dashuria. Ajo më mësoi se familja nuk krijohet vetëm në lindjen, por me zgjedhjen. Çdo ditë ne zgjodhëm të ishim familje. Çdo ditë ne zgjodhëm të kujdesemi për njëri tjetrin. Ai ndali për një moment duke luftuar emocionet. Kur erdha në Itali, unë isha i humbur, i friksuar, i pa identifikuar. Por Ana më pa, jo si emigrant, jo si problematik, por si njeri, si djali që kishte nevojë për ndihmë. Dhe ajo më ndihmoi jo sepse donte diçka në shkëmbim, por sepse kjo ishte natyra e saj, të jap dashuri pa kushte. Lotët filluan të rrjedhin, por ai vazhdoi. Tani ajo nuk është më këtu, por dashuria e saj jeton në mua, në mënyrën se si trajtoj njerëzit, në mënyrën se si shikoj botën. Ana, nësi më dëgjon, dua të dish se ti ndryshove jetën time përgjithmonë. Dhe unë do të mbaj premtimin që të dhash. Do të jetoj në dritë. Do të jemi lumtur. Do të bëj prenar. Kur ul, të gjithë në sallë po qanim. Muajt pas vdekjes së Anës ishin të vështirë për Arditin. Shtëpia ndjej e madhe dhe zbrazët pa të. Çdo cepi kujtonte atë. Karrigja ku ajo ulej për të pirë kafe, dhoma ku ajo e kishte mësuar ta gatonte, kopshti vogël ku ajo mbillte lule. Për një kohë, Ardit nuk dinte çfarë të bënte me jetën e tij. Ai shkoi mbrapsht në punë, por zemra e tij nuk kishte atje. Ai ecte nëpër shtëpi çdo mbrëmje, duke ndjerë mungesën e saj në çdo dhomë. Avokatesa Benedetti e thirri një ditë për të diskutuar testamentin e Anës. Siç e kishte premtuar, ajo i kishte lënë Arditit gjithçka: shtëpinë, kursimet e saj, që nuk ishin shumë por ishin diçka, dhe disa sende personale. Ajo donte që ti të jesh i kujdesur, tha avokatja, dhe donte që të dish se sa shumë të donte. Ndër sendet personale ishte një letër. Kur Arditi e hapi, njihi menjëherë shkrimin e dorës së Anës, i dridhur, por i lexueshëm. Biri im i dashur Ardit, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më me ty. Por mos u pikëllo shumë. Jeta ime ishte e plot për shkakun tënd. Ti ma dhe atë që mendoja se e kisha humbur përgjithmonë: qëllimin, dashurinë, një familje të vërtetë. Dua që ti të dihesh se çdo ditë që kaluam bashk ishte një bekim për mua. Ti nuk ishe barë, ti nuk isha obligim. Ti ishe dhurata më e bukur që jeta mund të më jepte në vitet e mia të fundit. Tani dua që ti të jetosh për veten tënde. Mos u mbyti nga kujtimet. Mos jetone errësirë. Gjej dashurinë, gjej lumturinë. Krijo familjen që gjithmonë ke dashur. Dhe kur të ndodh, kur të kesh fëmijët e tu, tregoju për mua. Tregoju për gruan e vjetër që të deshi si djalin e saj. Do të shikoj gjithmonë nga lart dhe do të jem krenare për ty, për gjithmonë. Me gjithë dashurinë time, nëna jote, Ana. Ardit lexoi letrën përsëri dhe përsëri, duke qarë çdo herë. Por në ato lot kishte edhe diçka tjetër, një lloj paqeje. Ana nuk donte që ai të pikëllohej përgjithmonë. Ajo donte që ai të jetonte. Edhe kështu, pak e nga pak, Ardit filloi të bëj pikërisht këtë. Ai filloi të dalë përsëri, të takoj njerëz, të jetoj. Ai vazhdoi punën e tij por tani me një perspektivë të re. Ai nuk po punonte vetëm për të mbijetuar. Ai po punonte për të ndërtuar një jetë. Ai gjithashtu filloi të kthehej më shpesh në Shqipëri për të vizituar nënën dhe motrat e tij. Me dokumentet e tij, ai mund të udhëtonte lirisht. Miren e takoi për herë të parë pas 3 vjetësh, dhe ajo qau kur e pa. Djali im, kishte thënë ajo, duke e përqafuar fort. Je bër burr. Ana më bëri burr. Ajo më mësoi se çfarë do të thotë ti jesh njeri vërtet. Mireja kishte buzëqeshur përmes lotëve.
do të kisha dashur ta njihja. Ajo do të kishte dashur shumë, kishte thënë Arditi. Pas një viti, Arditi filloi të ndihej I gatshëm për të hapur zemrën e tij përsëri. Ai takoi një vajzë shqiptare që jetonte në Milano, Elisa, një infermiere me zemër të madhe dhe buzëqeshje të ngrohtë. Në fillim, ai kishte frikë. Si mund të donte dikë tjetër pas Anës? Si mund të hapte zemrën e tij përsëri pas humbjes së tillë? Por Elisa ishte e durueshme. Ajo I kuptoi se Arditi kishte një histori, një dhimbje që mbarte, dhe ajo nuk u përpoq ta zëvendësonte Anën. Ajo thjesht u përpoq të ishte ajo vetë. Me kalimin e kohës, Arditi filloi të kuptojë se dashuria nuk ishte një gjë e kufizuar, se të dashurosh dikë të ri nuk do të thoshte të haroje dikë të vjetër. Mund të mbante kujtimet e Anës në zemër dhe në të njëjtën kohë të ndërtonte një të ardhme me Elisën. 2 vjet pas vdekjes së Anës, Arditit dhe Elisës u martuan. Ishte një ceremoni e bukur, e vogël, me të dyja familjet e pranishme. Ndërsa Arditi qëndronte në altar, ai ndjeu një prani. Si të Ana ishte atje, duke buzëqeshur, duke qenë krenare. Ajo është këtu, I përshpëriti Elisës. E di, u përgjigj Elisa. Ajo do të jetë gjithmonë pjesë e nesh. 5 vjet pas vdekjes së Anës, jeta e Arditit kishte ndryshuar plotësisht. Ai dhe Elisa kishin 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Ata jetonin në shtëpinë që Ana I kishte lënë, të cilën Arditi e kishte renovuar me dashuri dhe kujdes. Çdo dhomë e shtëpisë tregonte një histori. Në dhomën e ndenjës ishin fotografi të Anës, të Arditit, të Elisës dhe të fëmijëve. Një përzierje së kaluarës dhe të tashmes. Në kopsht, Arditi kishte mbjellur një pemë roza në kujtim të Anës, lule të bukura që lulëzonin çdo pranverë. Djali I tij më I madh, Marko, të quajtur në nder të djalit të vërtetë të Anës që nuk e kishte merituar, ishte 5 vjeç dhe plot kuriozitet. Babai, pyeti ai një ditë, kush është gruaja në fotografi? Arditi e mori Marko në prehër dhe ul pranë fotografisë së Anës, një foto e bukur ku ajo po buzëqeshte, e zënë në një moment lumturie. Kjo, tha Arditi, është gjyshja jote Ana. Nuk e ke takuar sepse ajo vdiq para se ti të lindesh, por ajo është arsyeja pse ne jetojmë këtu. Ajo është arsyeja pse unë jam këtu. Si, pyeti Marko, sytë e tij të mëdhenj plot pyetje. Arditi filloi të tregonte. Ai rrëfeu se si kishte ardhur në Itali, I friksuar dhe I vetëm, se si kishte fënë Anën, dëmtuar dhe në nevojë, se si ata kishin zgjedhur të ishin familje. Gjyshja Ana më dha diçka që nuk mund të blihej me para, tha Ardit. Ajo më dha dashuri pa kushte dhe më mësoi se familja nuk është vetëm për ata që lindin me ty, por edhe për ata që zgjedh të kesh pranë. Marko dëgjoi me vëmendje, edhe pse nuk e kuptoi plotësisht, por një ditë do ta kuptonte. Një ditë do të rritej dhe do të kuptonte se sa e veçantë ishte historia e babait të tij. Arditi gjithashtu kishte filluar një projekt të veçantë. E kishte krijuar një fondacion të vogël në emër të Anës, një organizatë që ndihmonte emigrantë të rinj që vinin në Itali pa dokumente. Ai ofronte këshilla ligjore, u ndihmonte të gjenin punë dhe më e rëndësishmja, u tregonte se nuk kishin të vetëm. Ana më shpëtoi, shpjegoi ai një ditë në një takim të fondacionit, dhe tani është radha ime për të shpëtuar të tjerët. Nëpërmjet fondacionit, Ardit ndihmon 10 njerëz. Disa gjetën punë të ligjshme, disa morën dokumenta, disa thjesht gjetën një vend ku ndiheshin të pranuara. Një ditë, një djalë I ri shqiptar erdhi në zyrën e fondacionit. Ai ishte 20 vjeç, me sy të friksuar dhe duar të dridhura. Quhem Klevis, tha ai. Kam ardhur nga Vlora, nuk kam dokumente, nuk kam punë, nuk kam asgjë. Arditi e pa veten atë djalë, e njëjta frikë, e njëjta dëshpërim, e njëjta shpresë e zbehur. Ulu, tha Ardit duke buzëqeshur. Tani ke diçka, ke ndihmë, dhe do të ndihmuj ashtu siç më ndihmuan mua. Ai kaloi orë të tëra duke dëgjuar historinë e Klevisit, duke I dhënë këshilla
duke e lidhur me kontakte që mund të ndihmonin. Dhe kur Klevis po largohej, sytë e tij nuk ishin më aq të friksuar. "Faleminderit", tha Klevis. "Nuk e di si t'ju falenderoj." "Nuk ka nevojë. Kur të jesh në këmbë, ndihmo dikë tjetër. Kjo është e gjitha që kërkoj." Kjo ishte trashëgimia e Anës. Jo para, jo pasuri, por një zinxhir dashurie që vazhdonte nga një person tek tjetri, duke ndryshuar jetë përgjatë rrugës. 10 vjet pas vdekjes së Anës, Ardit vendosi të kthehej në Shqipëri për një vizitë të gjatë. Ai donte që fëmijët e tij të njihnin vendin e tij, të shihnin ku kishte lindur babai i tyre, të takonin gjyshen dhe hallat e tyre. Kur mbërriti në Tiranë, Ardit u habit nga sa shumë kishte ndryshuar qyteti. Kishte ndërtesa të reja, rrugë të reja, njësoj me një energji të re, por disa gjëra mbetën të njëjta. Malet në horizont, njerëzit e ngrohtë, gjuha që i tingëllonte si shtëpi në veshët e tij. Mireja, tani më e moshuar, por ende e fortë, e priti me lot gëzimi. "Djali im erdhi", përsëriti ajo, duke përqafuar Arditin dhe pastaj Elisën dhe fëmijët. "Mami, të kam sill disa njerëz të veçantë", tha Arditi, duke i prezantuar fëmijët. "Marko dhe Ana, të emëruar për 2 njerëzit më të rëndësishëm në jetën time." Mireja e mori vajzën e vogël, Ana, në krah. "Ana", përsëriti ajo, duke qarë, "emri i bukur për një vajzë të bukur. E quajta në nder të gruas që më dha gjithçka", tha Arditi. Atë mbrëmje, gjithë familja u mblodh për targ. Ishte një trueze gjatë plot me ushqim shqiptar tradicional, byrek, tav, kosi, bakllava. Ishte zhurmë, qeshje, histori që ndaheshin. Ndërsa po hanin, Marko, djali i vogël, pyeti: "Gjyshe, si ishte babai kur ishte i vogël?" Mireja buzëqeshi, duke parë Arditin. "Babai yt ishte gjithmonë një djalë i mirë. Gjithmonë mendonte për të tjerët përpara vetes. Edhe kur ishim të varfër, edhe kur jeta ishte e vështirë, ai gjithmonë gjente mënyra për të ndihmuar." "Si gjyshja Ana?" pyeti Marko. "Po, si gjyshja Ana", konfirmoi Mireja. Ata ishin të ngjashëm në shumë mënyra. Ndoshta prandaj ata u lidhen kaq shumë. Pas darkës, Arditi dori në balkon me Mirejen. Qyteti shtrihet përpara tyre, dritat po ndizeshin një nga një. "Jeto mirë djali im?" pyeti Mireja, duke e kapur nga dora. "Po mami", tha Arditi, "jeto shumë mirë. Kam një familje të mrekullueshme, një punë që më pëlqen dhe një qëllim. Gjithçka për shkak të grave të forta që më rrethuan, ti dhe Ana." "Ana duhet të ketë qenë vërtet e veçantë", tha Mireja. "Ishte", tha Arditi, "dhe çdo ditë përpiqem ta bëj krenar, ashtu siç përpiqem të bëj ty krenar." "Je bër burr i mrekullueshëm", tha Mireja, duke i përqafuar, "dhe jam kaq krenare për ty." Të nesërmen, Arditi çoi fëmijët të vizitonin vendet ku ai kishte rritur, shkolla ku Mireja punonte, rrugët ku ai kishte luetur, sheshin ku ai dhe miqtë e tij kishin ndërnuar për të ardhme më të mira. "Babai ishte i varfër këtu?" pyeti Ana e vogël, duke shikuar rreth e rrotull. "Po", tha Arditi, "por unë nuk isha i miruar, sepse kishim dashuri, dhe kjo është më e rëndësishmja." Ai u ul në një stol dhe i thiri fëmijët pranë. "Dua t'ju mësoj diçka të rëndësishme. Parat vijnë dhe shkojnë, gjërat materiale nuk zgjasin. Por e dashuria e vërtet, dashuria pa kushte, ajo është e përjetshme. Ajo është ajo që na bën njerëz." "Si dashuria që gjyshja Ana të dha?" pyeti Marko. "Po", tha Ardi duke buzëqeshur, "saktësisht si ajo." Ditën para se të ktheheshin në Itali, Ardit vendosi të vizitonte varrin e babait të tij. Ai nuk kishte qenë atje prej vitesh dhe ndjeu se ishte koha e duhur. Varrezat ishin të qeta, të mbushura me pemë dhe me tingullin e zogjve. Ardit gjeti gurin e varrit të babait të tij, një gur i thjesht me emrin dhe datat. Agim Krasniqi, 1968-2018, baba dhe bashkëshort i dashur. Ardit u gjunjëzua pranë varrit. "Babi", filloi ai, zëri i tij i qetë, "kam ardhur për të treguar se si është jeta. Kam ardhur për të treguar se sa kam arritur." Ai filloi të fliste, duke i treguar babait të tij për gjithçka: udhëtimin në Itali, takimin me Anën,
martesën e tij, fëmijët e tij, fondacionin. Shpresoj se je krenare, tha ai. Shpresoj se di se unë nuk e harrova kurrë atë që më mësove. Të jemi mirë, të ndihmoj të tjerët, të jetoj me integritet. Ndërsa po fliste, ai dëgjoi një zë prapa tij. Ardit? Ardit Krasniqi? Ai u kthye dhe pa një burr në të 50-tat me flok gri dhe një pamje të njohur. Arben? Tha Ardit, duke u ngritur. Arben Hoxha? Ishte mësuesi i tij i vjetër nga shkolla fillore. Një njeri që Ardit nuk e kishte parë për më shumë se 15 vjet. O Zot, ti je, tha Arben, duke e përqafuar. Nuk mund ta besoj. Si je? Jam mirë. Jetoj në Itali tani. Kam ardhur për të vizituar familjen. Dëgjova për babin tënd, tha Arbeni, duke e shikuar varrin. Ishte një njeri i mirë. Ishte, pranoi Arditi. Ata folën për disa minuta duke ka përcyer vitet. Arbeni rrëfeu se tani ishte drejtori i shkollës së njëjtë ku kishte mësuar. Arditi rrëfeu për jetën e tij në Itali. Më pëlqen të dëgjoj se je mirë, tha Arbeni. Gjithmonë dija se do të bëje diçka të madhe me jetën tënde. Nuk është se bëra diçka të madhe, tha Arditi. Thjesht u përpoqja të jetoj mirë, të ndihmoj njerëzit, të jem njeri i mirë. Kjo është diçka e madhe, tha Arbeni. Në një botë ku shumë njerëz mendojnë vetëm për veten, të jesh dikush që mendon për të tjerët, kjo është më e madhja që mund të bësh. Ato fjalë që ndruan me Arditin edhe kur kthehej në Itali. Ishte e vërtet. Ai nuk kishte bërë diçka spektakolare sipas standardeve të botës, por ai kishte jetuar me dashuri. Ai kishte ndihmuar njerëzit. Ai kishte qenë njeri i mirë. Dhe në fund të ditës, kjo ishte gjithçka që vërtet rëndonte. 15 vjet pas vdekjes së Anës, Arditi ishte tani në të 50-tat e tij. Fëmijët e tij ishin rritur. Marko po studionte mjeksi, Ana po studionte drejtësi. Të dy kishin trashëguar shpirtin ndihmës të babait të tyre. Fondacioni në emër të Anës kishte rritur. Tani ndihmonte jo vetëm shqiptarët, por emigrant nga e gjithë bota, sirian, afgan, afrikan. Çdo person që vinte në zyra gjente një vend pritës, një dorë ndihmëse dhe shpresë. Një ditë, ndërsa Arditi po punonte në zyrë, hyri një grua e re. Ajo ishte rreth 20 vjeçe, me sy të lodhur dhe fytyrë të shqetësuar. Më kanë thonë se mund të më ndihmoni, tha ajo në italisht të thyer. Sigurisht, tha Arditi duke buzëqeshur. Ulu, si të quan? Amira, jam nga Siria. Arditi kaloi orë duke dëgjuar historinë e saj. Ajo kishte ikur nga lufta, kishte humbur familjen, kishte udhëtuar për muaj derisa të arrinte në Itali. Tani ishte e vetme, e friksuar, pa dokumenta. Ndërsa e dëgjonte, Arditi pa veten në të. Të njëjtën dhimbje, të njëjtën frikë, të njëjtën nevojë desperate për ndihmë. Amira, tha ai kur ajo mbaroi. E kuptoj se në për çfarë po kalon. Kam qenë në vendin tënd. Por dua të të them diçka të rëndësishme. Nuk je e vetme më. Ne do të ndihmojmë. Do të gjejmë mënyra për të të dhënë dokumenta, për të të gjetur punë, për të të dhënë një jetë të dinjitetshme. Amira filloi të qaj. Pse? Pse do të më ndihmoni? Nuk më njihni. Arditi buzëqeshi. Sepse dikur, një grua e varkullueshme më ndihmoi mua kur nuk më njihte. Dhe ajo më mësoi se kjo është ajo që duhet të bëjmë si njerëz, të ndihmojmë njëri tjetrin, pa pritur asgjë në shkëmbim. Muajt e ardhshëm, Arditi punoi pakosur për të ndihmuar Amirën. Ai gjeti avokat që pranonin ta merrnin në rastin e saj falas. Ai gjeti punë për të në një restorant ku pronari ishte i kuptimshuar. Ai ja prezantoi me familje italiane që pranonin ta mbështesnin, dhe një ditë Amira mori dokumentet e saj. Kur erdhi në zyrë për ta treguar, ajo nuk mund të fliste nga emocionet. Faleminderit, tha ajo më në fund. Ju më shpëtuat jetën. Jo, tha Ardit. Ti shpëtove jetën tënde. Unë thjesht të dhash një dorë. Si mund t'ju shpërblej, pyeti Amira? Ardit mendoi për një moment. Pastaj tha, kur të jesh në këmbë, kur të kesh gjetur vendin tënd në këtë botë, ndihmo dikë tjetër që është në situatën ku ti ishe. Kjo është e gjitha që kërkoj. Amira buzëqeshi përmes lotëve. E premtoi.
Dhe Ardit e dinte se ajo do ta mbante atë premtim, ashtu siç ai e kishte mbajtur premtimin që i kishte bërë Anës. 20 vjet pas vdekjes së Anës, Ardit u ftua për të folur në një konferencë ndërkombëtare mbi imigracionin dhe integrimin. Ai nuk ishte i sigurt në fillim. Ai nuk ishte orator i madh, nuk ishte politikan apo akademik. Ai ishte thjesht një njeri që kishte jetuar një jetë. Por organizatorët insistuan. Historia juaj është pikërisht ajo që bota duhet të dëgjojë, thanë ata. Kështu një ditë pranvere, Ardit u gjend në një skenë të madhe përpara qindra njerëzve. Ekspert të imigracionit, politikan, gazetar, aktivist. Ai qëndroi prapa mikrofonit dhe pa audiencën. Pastaj filloi të fliste. Emri im është Ardit Krasniqi, tha ai. 10 vjet më parë, unë isha një emigrant ilegal në këtë vend. Isha i friksuar, i vetëm, pa shpresë. Dhe pastaj një ditë, një grua e mrekullueshme më gjeti. Ajo nuk më pasi kërcënim, ajo nuk më pasi problem, ajo më pasi njerëje. Ai vazhdoi, duke treguar historinë e tij dhe të Anës. Audienca dëgjoi në heshtje të plot. Disa filluan të qanin. Ana Lombardi nuk ishte e pasur, tha Ardit. Ajo nuk ishte e famshme. Ajo ishte thjesht një grua e vjetër me një zemër të madhe, por ajo ndryshoi jetën time, dhe nëpërmjet meje, ajo ka ndryshuar jetët e qindra njerëzve të tjerë. Ai nxori një fotografi të Anës, duke buzëqeshur, e marrë në një ditë të lumtur. Kjo është Ana, tha ai duke mbajtur lart fotografin, dhe kjo është mesazhi i saj për botën. Dashuria nuk njeh kufi. Njerëzimaria nuk duhet dokumente. Dhe çdo njeri, pavarësisht nga vendi i lindjes, ngjyra e lëkurës apo statësi ekonomik, meriton dinjitet dhe respekt. Audienca u grit në këmbë dhe duar trokiti, por Ardit nuk po dëgjonte duar trokitjet. Ai po mendonte për Anën, për buzëqeshjen e saj, për fjalët e saj të fundit, për dashurinë që ajo i kishte dhënë. Pas konferencës, shumë njerëz erdhën tek Ardit për të sholur. Një prej tyre ishte një gazetar i ri. Zoti Krasniqi, tha ai, historia juaj është e jashtëzakonshme, por ka një gjë që dua të di. Pse mendoni se Ana e bëri këtë? Çfarë fitoi ajo? Ardit buzëqeshi. Kjo është pyetja e gabuar. Ana nuk e bëri për të fituar diçka. Ajo e bëri sepse kështu bëjnë njerëzit e mirë. Ata ndihmojnë sepse është gjëja e duhur për t'u bërë, jo sepse presin shpërblim. Por nuk është kjo e rrallë? Pyeti gazetari. Po, është. Pranit Ardit. Dhe kjo është problemi. Ne jemi mësuar që të mendojmë se çdo vepër duhet të ketë një çmim. Por dashuria më e vërtet është ajo që jepet pa pritur asnjë gjë në kumbim.